Askush nuk e priste, prindrit e Gjestit flasin për herë të parë për reglin e habisin me ato që thonë. Pas surprizës emocionuese që Gjesti mori nga prindrit e tij pak kohë më parë në Big Brother VIP, një detaj i vogël ngriti shumë pikpyetje në rrjet në atë kohë. Shumë ndjekës vunë re se gjatë takimit nuk u përmend as pak Eglitako, teksa prindrit nuk bën asnjë koment për të. Kjo mungesë e përmendjes së saj shkaktoi diskutime në rrjet duke aluduar për një mungesë aprovimi nga familja e Gjestit për afrimitetin e tij me Eglin. Kjo madje u përmend edhe nga Rozana, teksa e pyeti Gjestin se çfarë mendimi kishte për këtë moment, teksa ata nuk përshëndeten Eglin e Gjesti tha: "Ata I kishte marrë malli për mua e aq më tepër edhe Egli nuk kërkoi të njëjtë." Përfundoi Gjesti. E po në mbrëmjen e sotme, teksa kanë folur në një intervistë më shumë rreth Big Brother VIP dhe djalit të tyre, ata kanë sqaruar këtë situatë, teksa kanë folur për herë të parë publikisht për Eglin. Ata kanë shprehur mirënjohje dhe respekt për të, duke dhënë një mesazh të qartë, teksa u shprehën: "E falenderojmë shumë Eglin dhe respektojmë familjen e saj. I kërkojmë falje Eglit sepse nuk kemi dëshirë ta shohim në një pozicion më të keq. I urojmë suksese gjithë jetën." Ashtu si dhe Gjesti edhe familjes së saj I kërkojmë shumë falje nëse kemi shqetësuar, pasi aty është një lojë dhe gjërat agravohen shumë. Ky reagim duket se ka qetësuar disi spekulimet, teksa në një pyetje tjetër se kush dëshirojnë të fitojë nëse në finale është kokë me kokë Gjesti dhe Egli, ata u shprehën: "Me thënë të drejtën, ose ta fitojnë të dy ose asnjëri, këtë po mendonim", u shprehen ata duke mos dashur që ta hedhin poshtë Eglin. Ata e mbyllën duke thënë se Egli është një vajzë fantastike dhe lum prindrit që e kanë përfunduar ata.